aty. Për neve që nuk kemi njohuri shumë, edhe po besoj që ata që përna djekën thonë, qysh kanë me bo këto, kur unë në shpes kam qëtrine kur gjohas, e kam një shpëret që të që e dhezi me të njëllë, që t'ja u spjegujnë pak, nuk është e pa mundër, do me thonë. Si do të funksionaj kjo, Delian? Jo, nuk është e pa mundër që mundet në shtatë të jeta prej fondit, se këta kanë eksperiencë ma tepër. Kur i përmendi masat e eficiencës së energjisë, këthe në atë pikë në vitin 2023, kur është do ashtë mi u shpjegu në detaje. Besoj që kjo pyetje ka më marrë me njëherë mas emisionit. Ato çfarë fondi do t'implementoj në këtë projekt, janë izolimi i shtëpisë, sepse në këtë formë do të thotë humbë ngrohja që ata, izolimi i kulmit, ndërimi i dyrëve dhe dritareve. Rrugës mund të kemi edhe intervenime që nuk i përkasin masave eficienteve, që janë ato i mbledhësit kështu me radhë, po që kontribojnë mandej në ruajtjen e masave të eficiencës së energjisë. Do të thotë paka shumë është një renovim i jashtëm, i mbështjellësit të jashtëm të shtëpisë, po që akumulon, do të thotë ruan nxehtësinë e ambientit. Dhe në këtë formë rritet komoditeti, ulen faturat dhe sigurohet një mirëqenie më e mirë për familjet. Këtë e kemi implementuar, do të thotë siç e thash, në bashkëpunim me qytetarët, ku ata i kanë implementuar këto masa sipas kritereve tona, dhe mund të them me plot krenari që është një projekt i suksesshëm, sepse nga fjalët e qytetarëve shohim që kemi bërë një punë shumë të mirë. Të tilla kanë qenë edhe ndërtesat sociale që është dimri i parë, që ata i kanë me 28 ndërtesa që i kanë me këto masa, dhe shihet një rezultat të jetë i madh në krijimin e komoditetit dhe uljen e shpenzimeve të këtyre familjeve. Për këtë punë do të thotë janë të përcaktuara kriteret nga ekspertët, nga ligji, që nuk guxojmë të lëshojmë pa në këto kritere, sepse vetëm në këtë format sigurohet që masat e eficiencës të jenë të suksesshme pas implementimit në këto shtëpi. Do të marrë kohë, e keni parashikuar se 70 familje janë përzgjedhur fillojta, po? 70 familjet e para janë përzgjedhur dhe aktualisht jemi në fazat përfundimtare të përzgjedhjes së kompanive, sepse synojmë fatmirësisht kemi arrit që të kemi një shtrirje të mirë në për komuna, që të prekim të gjitha regionet. Ku jeni fokusu më shumë, ku ka nevojë më shumë? Në të gjitha komunat, për shkak se kemi dashur të kemi gjithë përfshirje të komunave, dhe kjo na ka leju që lista 20.000 persona janë shumë, dhe prek të gjitha rajonet e Kosovës, dhe kompanitë synojmë që të punojnë për një herë, që të kryen intenzivisht të gjitha punimet të gjitha objektet sipas një plani dinamik që sa më shpejt të kryet edhe të punimet edhe t'ju krijohet ajo rehatia në shtëpitë e tyre.